rreth shkëmbit maja, në një natyrë të bukur dhe vend i veshur me molla e dardha, kumbulla e qershia merr pamjen e një kopshti të lulëzuar. E banorët si bleta punëtore e gjallërojnë këtë vend me panoramë të rrallë, të cilët shekuj me radhë ruajtën doket e zakonet autoktone dhe veshjen kombëtare të punuar fund e krye nga dora e kësaj femre bujare. Kurse burrave u shkon për dore kopshtaria dhe buqësia, brez pas brezi dhe si buq janë të përmendur. Që të dy fshatrat numrojnë mbi 700 shtëpi, ku janë strehuar afro 6.000 banor, e në zemër të fshatrave lartësohet godina e re shkolla fillore 8-vjeçare, të cilën ka do që të hinsh takon një rregull, një pastërti, një mirëmbajtje që rrallë kund të sheh syri. Ky është vendi më i dashur i banorëve të mi, shtëpia e përbashkët e jona, foleja e të rinjve, ku për çdo ditë mund të dallosh mbi 1200 fytyra të njoma, sa sy që shkëlqejnë e xixëllojnë si ijet në qiell. Garat komunale që organizuan në rrethin në komunën e Tetovës, nxënësi Sadush Salihu fitoi shpërblimin e parë me artimin e tij Tito, strateg i luftës dhe i paqes. Ju lutem, cili ishte shpërblimi juaj? Shpërblimi jon ishte pushimi 10 ditë në orë. A kishe dashur të na lexosh një fragment nga artimi? Megjithëse. Urdhëron. Tito, strateg i luftës dhe i paqes. Në vargun e ndriçuar të horizontit, më 25 maj të vitit 1892, u lind një yll më shëndritës nga të tjerët. Yll i cili dal nga dal filloi të lëshoj rreze shprese edhe nëpër umnerat më të fshehta. Ishte një yll më i varfër nga të tjerët, por me dritë të madhe, që në ditët e rinis ati ju desht që mbi kokë të merr fatin e të tjerëve. Ju desht që të përvishet punës intensive për ndërtimin e një kulle të lartë pa mbulesë, kullë e cila do të emërohet me gjuhën e mpret të shpatës dhe të zjarrt. Një njeri ka depërtuar në përstuhi ka drita. Rruga e tij është pjesë e rrëfimit për njerëzit tonë, për atë dheun tonë. Një njeri në kohrat më të errta të shekullit udhëhoqi popullin e vet. Mbi shkrepat e robrisë, si hyllish të gëtar, ndriçoi rrugën e lirisë, Tito legjendar. Në malet tona të larta, ku këmba e huaj s'ka shkel, pishtarët e parë të lirisë, filloi ai t'i mbledh. Në ditët e errta, në netët e lara prej gjaku, në krye të kolonës, gjithmonë gjendej plaku.
Zëri ti në katër anë, ushtoj si valet e detit, zemra armiqëve, dridhej si tallasi tërmetit. Sallë rënd, ndëroi kanuni, grushti I diell e rufe, fleqëri ndave, vend të zuri, o pishtar I botës së re. Çka e ngjite nuk u thye, Çka e thevu u bën hi. Në arën time mbolle dashurin e farës së re, për të rritur me diell e dritë e në fluturim, të prekim ballin ton, o flamur shekuish, o trimi im. Në shtëpinë time, zemrën e kam të hapur, kunakun për mikun dhe sofrën e shtruar. O prind, të prekim ballin tënd për të rritur fluturim, o flamur shekuish, o trimi im. Në çdo fidane sot, behari ka bleruar dëshirën, amanetin tënd, kur për të mos e haruar. Na mësove ta urejmë armikun, errësirën, robërimin dhe çdo gjë tjetër që pengon për parimin. Në mësove ta duam punën, mësimin, se vetëm kështu njeriu e arrin zhvillimin. Na mësove ta duam njeriu kudo që jeton, bashkimin dhe vllazërimin e popujve ton. Një ditë të bukur pranverore, si një plumb hedhur mes nesh, e në mes rrezesh të ndritshme të diellit, erdh shoku Tito mes nesh. na përmblof naqe të gjithë, si kur korsi ka llit në dorë, edhe zemrat tonë u mbushën, plot mendim tinguj gazmor. Shprej atëherë po shumë ditë, edhe vjet janë endur në kalim, por se zemra pa ja da, sikur tingull rev në kumbim. Dua lëmhareshëm në këtë qiell të kaltërt, me shkëndija gëzimit të kulluara në sy, të ta dhurojmë dashurinë tonë të pastër, të një motmoti të mbledhur për ty. Doalëm se fatët më të bardhë I mbolle, me të cilët zemrat çdo kujt I këndon, sepse se cili dritë një solle, dillin dis të skuqër që na rezon. Dualë mo Tito, si çdo pranver, nga veriu e jugu, perëndimi e lindja, të urojmë jetë të gjatë, mos plakesh kur një herë, prandaj oj dashur, me fat ditëlindja. Turojmë ditëlindjen dhe të betohemi me tërë fuqinë, socializmin të ndërtojmë. Bashkimin e vllazërimin e popujve ton, do ta ruajmë si sit në çdo çast gjithmonë. Një tuf lule të kuqe, po ta dërgoj, me buzëqeshje rinore, ditëlindjen ta urojmë.
që dalën ndyshe ku fluturon, se rrugët e reja I hadh dhe lulezon, dhe ardhmërin ton e ndriçon. E dua si një nxënës dhe pionier, që mësoj dhe jetoj me nder, urime në stafetën do t'i dërgoj, të roj sa malet unë I uroj. Kum rovec orez e drite, shokun ti to t'i erite, në dritë të barë t'i e qite, të gjithë botën e abite. Sot për ty ne po mësojmë, heroizmin tënd nuk e harojmë, është I shënuar në histori, I madh e I vogël sot e di. Ke dhënë trima shumë luftar, shokun ty to më të parë, gjithë bota për ty këndon, jetë të gjatë të uron. Shiko se ç'duar të bukura kam unë, më të bukura se të mijat nuk I ke kur. Shiko se ç'gështri të hall e të gjatë kam unë, sa larg po e ngre veten more liria. E ku mund të matën duart e tua me bardhësinë e duarve të mia? Po shna teke, ashtu si të thash, ashtu është. O Xhaxha, na trego se kush nga ne të dyja I ka duart më të bukura? Dua të tregoj unë moj vajza, por më parë, më ndihmoni të shkarkoj këtë karotë me derasa, se u duhet atyre të pëshkimi. Të ndihmojmë ne, derasat na prishin duart, pa shika se ç'duar të mrekullueshme kam unë, duart që nuk duhet të bëjmë punë tjetër, vetëm t'i bjerë pianos dhe violinës. Mua më nxjerrin duart dhe kam frikë mos më futet ndonjë ashkël në gisht, nuk mund të të ndihmojmë ne. Mirë moj bia të Xhaxhau, kur qenë ka kështu prish një pak se të hajnë një këfshar bukë, e pasi të shkarkoj karotin, e të thënë se kush nga ju të dyja I ka duaret më të bukura. Qoftë në mbarë më mirë. Të mbarë pak dhe mirë të vjenë Xhaxha? A I ladu, s'po bo kështun? Ja, po lajsha mi dhe çorape. Se s'jede nëndër? Ajo shko në kur. Unë shamis dhe çorape që t'i laj shumë mirë dhe. Rosh më vijtë të të ndërë shumë për ndihmën të ndërë. Ka të të ndërës Xhaxha. Ne e kemi përgatitur që të ndihmojmë çdo njeri kur ka nevojë. Jo, duhet të faleminderoj. I shikon ato dy vajzë që bërinë atje? Po Xhaxha, ato nuk bëjnë punë tjetër. Gjithë vetëm I shikojnë duart njëra tjetrën. Hajde me mua bia. Ja, unë I kam më të bukura. Ja, unë Xhaxha. Më dëgjoni, shikoni këto duar që I ndihmojnë nënës, janë 1000 herë më të bukura se duaret tuaja të bardha, me vishtëri të hollë e të gjallë. Për këto duar ka nevojë familja dhe vendi. Më kuptuat? Ikëm vi. Tito, sa të dua, ti je emër I amërshuar, yll I praruar, që gjithë vezulloj, ndan çdo kush të don, edhe natën e bëre dritë, mu si diell shëndrit, syt I ke plot shkëlqim, ti je lule atë dhe utim, lule që shkëlqen në ballë dhe dritë botën anë mban. Ne të gjithë e duam këtë emër, me mall e ruajmë në zemër. Tito, je shpresë e ardhmërisë, je buzëqesh e fëmisë, je rrit e veçlisë, je yll I gjithësisë, që ndrit si diell, si në tokë në qiell. Balli yt I lëzuar, dhe u ti kem ke lulëzuar. Emrin Tito e kemi shkruar, me germa ari në ball, dhe këngë kemi kënduar, për shokun mareshall, që atë shumë pat luftuar, për këtë tokë dhe derdhi gjak me okë. Dite pionerve erdi dhe pushimi verare, do të dëgjojmë tash pra neve, kushti çfarë prej nesh ka qenë. Do të dëgjojmë tash pra neve, kushti çfarë prej nesh ka qenë.
qenë ke kryetar i kooperativës, si quhesh na thuj? Unë quhem Jonus Iljazi, nxënës i klasës së 8-2. Si jeni të organizuar këtë në kooperativë? Si më parë, ashtu edhe si vjet, kooperata ka zgjedhur këshillin e vet, që përbëhet prej 11 antarësh, edhe atë prej 7 nxënësve dhe 4 arsimtarëve. Cili është plani i punës suaj çka keni bërë deri tani? Kemi përgatitur planin e punës për këtë vit dhe kemi planifikuar këtë: pastrimin e pemëve në kopshtin e kooperativës, spërkatjen e pemëve në rregull, përgatitjen e kopshtit për mbjellje të patateve dhe specave, shitje të prodhimeve, shitje të librave dhe mjeteve tjera për mësi. Çka jeni duke bërë sot? Sot na kemi dalë në aksion. Edhe cila është puna juaj sot? Sot ne kemi dalë që ti prashitim patatet. Si keni kryer punët që keni planifikuar deri tani? Për çdo nevojë të paraqitur për punë në kooperativë, thirren nxënësit bashkë me kujdestarët e tyre dhe u tregohet puna dhe parcelat që kanë për të kryer dhe çdo grup përpiqet që parcelën e vet ta punojë më mirë. Si ndani të ardhurat që i fitoni nga kooperativa? Ne të ardhurat i ndajmë nga kooperativa, ndihmojmë nxënësit që shkojnë në për ekskursione, ndihmojmë nxënësit e vobegët. Mandej një pjesë të ardhurave kemi planifikuar për shpenzimin e kuzinës shkollore, edhe për shpenzime të tjera.